الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجد الأبديت falënderimet janë vetëm për Zotin e Madh Allahun xhalla xhelaluhu, atë falenderojmë për Tij fare dhe udhëzim kërkojmë salavat dhe selamet për shëndetjet më të mira mbi më të mirin pejgamber mbi Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave javore të ditëve të hana, ku jemi me fjalët e Zotit subhanahu wa taala. Për shkak se ne bëjmë një ndërprerje në Ramazan, një në muaj të tërë nga ligjëratat javore, andaj edhe parapëlqyem që të flasim me diçka nga të përgjithshmet prej Kur'anit dhe rregullave të përgjithshme, në mënyrë që të bëjmë një lloj lidhje nga ajo e cila jemi shkëputur deri ajo e cila do të vazhdojmë. Andaj zgjedhëm që të flasim mbi disa disiplina e disa rregulla që i kanë nxjerrë dietarët e muslimanëve, konkretisht e Muhammed al-Ghazali rahimahullahu taala, se cilat janë ato 10 cilësi të cilat duhet ta shoqërojnë besimtarin i cili e lexon Kur'anin dhe dëshiron që të përfiton prej Kur'anit. I përmendëm 6 cilësitë dhe 6 rregullat në ligjëratat e kaluara, e sot do kanë mbet nga e 7-a deri në fund të 10 që të seti nga përmendje Muhammed al-Ghazali. Përmendëm se nuk ka mundësi që kuptimet dhe domethëniet t'i hapën çdo muslimani. Pra ka mundësi njeriu lexon Kur'anin, mirë po nuk e kupton ata. E lexon Kur'anin, mirë po nuk furnizohet me domethëniet e duhura. Për këtë arsye, dietarët e muslimanëve kanë qenë të përpikt që ti vëzhgojnë dhe ti vrojtojnë mirë cilat janë ato rregulla të cilat besimtari duhet t'i ketë dhe t'i plotson në mënyrë që t'i hapën dyert e rahmetit dhe dyert e kuptimit. Unë dalëm tek e fundit e që e hapëm ligjëratën e kaluar, por thamë se do ta vazhdojnë sot me lenin Allahu te bareke ve teala, as-sabi'u ash-shata nga cilësitë të cilat duhet t'i ketë besimtari apo lexuesi i Kur'anit i cili dëshiron që të përfiton nga libri Allahu te bareke ve teala. Thotë Muhammed as-sabi'u at-takhsis. Ash-shata është at-takhsis është veçim. Ka për qëllim këtu që besimtari duhet Kur'anin ta veçon për veti, konkretisht mbi veti. Mbi veti. Do ta shpjegoj tani me fjalë më tjera dhe të më të lehta. Thotë, është për qëllim me rregullin e 7 që lexuesi i Kur'anit ta përcaktoj dhe ta kufizon se në çdo ligjërim të Kur'anit është i synuari ai vet. Pra kjo është për qëllim veçimi i vetës në leximin e Kur'anit. Çka është për qëllim kjo? Nuk ka mundësi besimtari me nxjerr kuptimet e Kur'anit të Zotit xhelle xhelalu nëse ai nuk e merr ligjërimin për veti, nëse ai nuk e merr ajetin për veti. Thotë Muhammed rahimahullahu taala, nëse e dëgjon në Kur'an një urdhër apo e dëgjon në Kur'an një ndalesë, ai duhet ta merr se i ndaluari dhe i urdhëruari është ai. Pra kur ti e lexon Kur'an, se ju e keni obligim këta, ti ai që i të lezu Kur'anin. Kur ta shif se në Kur'an po të ndalon diçka, ti ai që është ndalue. Thot, wa in sami'a wa'dan aw wa'idan, nëse e dëgjon një premtim apo një kërcënim, duhet ta dinë se ai është i cili është duke u kërcënuar dhe duke i dhënë premtim. Kështu njëjtë janë edhe ligjërimet që kanë ardhur mbi pejgamberët dhe kanë ardhur mbi historitë e të dërguarve të Zotit. Duhet ta dinë se Allahu nuk rrëfen për ta mbushti kohën. Pra Allah nuk ka zbritur në Kur'an historitë e pejgamberëve që ti me ta mbush kohën se s'ki ku me e kalue. Jo, thot mirë, po duhet ta dinë se qëllimi i rrëfimeve në Kur'an është për qëllim nxjerrja e mësimeve dhe ai i cili duhet ta nxjerrë mësimin jeti. Pra kjo rregull është shumë e rëndësishme, nga se njëra nga privimet që njeriu t'i bëhet haram kuptimi i Kur'anit, cili është kur ai lexon Kur'anin për të tjerat. Dhe kjo bela i rrok plot për njerëzve, ku nuk e ha Kur'anin për veti.
Madje shejtani është i gatshëm dhe i rri hazër lexuesit e Kur'anit që vazhdimisht kur të lexon Kur'an t'i sjell siretet e njerëzve në krye. Që ky ajet thot tamam pibaj ka filanit, edhe që ky ajet pibaj ka filanit, që ky ajet për kujshien, që ky ajet për kushërinin, ky ajet i për atë shokin, ky ajet i gjen i fillon mi rënit mëkatarët në Kur'an. Para do të vim dhe një pjesë e cila do ta shpjegon pastaj Ebu Hamid rahimahullahu teala. Thot, andaj let merr nga çdo ngjarje në Kur'an dhe nga çdo ligjërim të Kur'anit që i është sjellur pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam dhe le ta din se ajo është edhe për atë. Për këtë arsye thot Allahu te bareke ve teala, ma nuthabbitu bihi fuadak, ne nuk tregojmë ty diçka nga rrëfimet e njerëzve të kaluar, nga pejgamberët e kështu me radhë, vetëm që ta forcojmë zemrën ty. E kjo është për qëllim edhe për çdo lexues, edhe për çdo lexues. Andaj thot, le ta përcakton, pra le ta vendos të mundshme robi i cili lexon Kur'anin Allahu te bareke ve teala se gjërat të cilat i lexon prej rrëfimeve kuranore, prej ngjarjeve të pejgamberëve, prej durimit që e kanë pas gjatë lëndimit dhe qëndrueshmërisë që ata kanë pas në fenë Allahu te bareke ve teala duke prit ndihmën e Zotit, krejt kjo ka të bëjë edhe me tyje. Krejt kjo ka të bëjë edhe me tyje. Thot, e si ka mundësi që njeriu që e lexon Kur'anin mos ta merr Kur'anin mbi vete, kur Allahu subhanahu wa taala nuk e ka zbrit këtë Kur'an veç për pejgamberin alayhi salatu wassalam. Allahu ja kur e ka zbrit Kur'anin pejgamberit ton alayhi salatu wassalam, ai ka thënë merret ti këtë Kur'an këtu qirtë janë rahat. Jo, e ka zbrit për krejt. Thot Allahu xhelel xhelal në Kur'an duke treguar për ngjarjet e Kur'anit dhe rrëfimet dhe ajetet e Kur'anit. Thot Allahu te bareka në surën Al-Baqara, واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. Thot Allahu xhelel xhelalu, kujtoni begatin e Allahut ndaj juve, pra komplet ju ummeti Muhamedit alayhi salatu wassalam. Dhe çfarë ju ka zbrit Allahu juve prej librit Kur'anit dhe urtësisë sunetit pejgamberit alayhi salatu wassalam. Thot Allahu xhelel xhelalu surën Al-Anbiya ayeti 10, laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum. Thot Allahu xhelel xhelalu, ne kemi zbrit një libër të ju, një libër për juve, në të cilin libër ju e keni kujtimin, ligjërimin, mësimin, krenarien, lartësimin. Ku për ka në ky libër? Për juve, për ummetin e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Thot Allahu te bareke ve teala, wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim. Thot Allahu xhelal surën Nahl ayeti 44. Dhe ne ta kemi zbrit ty Kur'anin që ti tua qartësosh njerëzve çfarë u ka zbrit atyre. Çfarë u ka zbrit atyre? Thot Allahu te bareke ve teala, kedhalika yadribu Allahu linnasi amthalahum. Allahu kështu u asjell njerëzve shembujt e tyre. Gjithashtu thot Allahu xhelel xhelalu, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum, ndjekne atë që u ka zbrit Allahu për juve. Pra vëllezër, këtë ajete çka argumentojnë? Se Kur'ani ka zbrit për atë që e lexon. Madje është edhe për atë që se lexon, megjithëse ai ik, mirë do ta merr ndëshkimin e ikjes. Pastaj thot, gjithashtu thot Allahu xhelal surën Al-Jathia, thot hadha basairu lin-nasi wa hudan wa rahmatun liqaumin yuqinun. Thot Allahu te bareke ve teala, ky Kur'an ka anta argumente për njerëzit, udhëzim dhe rahmet për njerëzit që kanë bindje në Allahun xhelel xhelal. Gjithashtu thot Allahu te bareke ve teala, hadha bayanu lin-nasi wa hudan wa maw'izatun lil-muttaqin. Në ajetin e surës Ali Imran, ku që jemi në këtë sure, ajetin 138, thot Allahu te bareke ve teala, ky Kur'an është qartësim, shpjegim për njerëz, shtjellim i rrjedhshëm për njerëzit, udhëzim dhe këshill për besimtarët të cilët janë të devotshëm dhe i kanë frikë Allahut subhanahu wa taala. Vini edhe çfarë thot tani Ebu Hamid, thot wa idha qasada bil khitabi jami'a an-nas, megjithse në Kur'an vjen lin-nas për këtë njerëzit, thot faqad qasada al-ahad. Thot mirë, po Kur'ani e synon individin. Pra vini edhe Kur'an të lexon për njerëzit, për besimtarët, për të devotshmit, letruan kështu, e letruan ashtu. Megjithse shpreha e përgjithshme. Thot, amaj ty ja të sinue. Ti që e lexon, ti je i sinuari. Thot Ebu Hamid rahimahullahu taala, thot fa hadha al-wahidu
Thot e ky I cili është I sinuar individualisht, është lexuesi maksudun. I pari që sinohet jeti, nga se merr kështu vëllazër, merr kështu. Ai I cili vjen një letër e rëndësishme në familje, edhe e ka hap me ja lexu këtë familjes, njëri që ka marrë vesh, për shembull, leximin edhe shkrimin apo gjuhën. Edhe ajo letër ju ka ardhur këtë familjes 20 vetave. I pari që është I thirrur, për shembull, sa e zajme ajo letra I është dërguar këtë familjes. Por I pari që e kupton mesazhin e letrës dhe ngarkohet me ata që ka shkruan, është ai që ka të lexuar. Për këtë arsye ky Kur'ani drejtohet këtë njerëzve dhe I kritikon dhe I ligjëron dhe I udhëzon krejt njerëzit dhe ja u vendos halalet dhe haramat, fartet dhe ndalesat. Mirë, po I pari që ngarkohet me këto farte, ai që ka lexon. Ti ai cili ato lexu Kur'an, ai pari duhet me e zbatu ata që ka zbrit Allahu subhanahu wa taala. Thot, andaj kur e lexon Kur'anin, leta ngarkon vetvetëm si I sinuari fillestar. Si I sinuari fillestar. Thot Allahu te bareke wa taala, wa uhiya ilayya hadha al-Qur'anu li undhirakum bihi wa man balagha. Thot Allahu te bareke wa taala në surën Al-An'am ayeti 19, thot Zoti Jon Xhelel Xhelalu, mua më zbritur ky Kur'an që juve t'ua komunikoj dhe t'u qortoj me ta dhe atij I cili arrin Kur'anin. Po si cili që I mrin Kur'ani është ai sinuari me qortimet kur'anore. Thot Muhammed ibn Ka'b al-Quradhi rahimahullahu taala, thot atij cili I ka mrin Kur'ani është sikur ti ketë fol Allahu xhelel xhelalu. Nga sa Allahu nuk flet drejt me tyje, po ta ka quajë letrën, ta ka quajë mesazhin e vet nëpërmjet librit të Zotit te bareke wa taala. Atëherë thot, nëse është kështu, nëse arrin me mrinë këtë shkallë, le ta merr mesazhin e Kur'anit për të vepruar dhe mos ta bëj leximin e vet Kur'anit vepër. Dhe kjo vëzhgë është e holl. Vini çka thot? Lam yattakhidh dirasat al-Qur'ani amala, bal yaqra'uhu kama yaqra'u al-'abdu kitaba mawlahu alladhi katabahu ilayhi li'ata'ammalahu wa ya'malu bimuqtadahu. Walidhalika qala ba'd al-ulama hadha al-Qur'anu rasailu atatna min qibali rabbina azza wa jalla bi'uhudihi natadabbaruha fi as-salawati wa naqifu 'alayha fi al-khalawati. Shikoj çfarë thotë. Thot, mos ta marr lexuesi Kur'anit leximin për punë. Për shembull, ti thua dikujt punon me Kur'an, po thotë janë të lexu. Po leximi është për ta zbatuar çka e ke lexu. Dhe vet leximi s'mund të jetë punë. Ajo është pjesë e punës, po nuk është e tërë puna. Nuk është e tërë puna. Nëse ty të vjen një letër pi shefit, një mesazh prej atij zotnies I cili ti punon te ai. A mund është ti me thonë atina, kur ta qonë për shembull, merre filan ditën, kryma që këtë punë, merre këtë malë, qoje që aty. Edhe ajë për shembull, ti se ke lëviz malin hiq. Edhe kur të vjen ajë me thonë, a e kryte punën, mi thonë, po e lexova mesazhin. Po në mesazhin ta qova për çka? Mesazhin ta qova që ta zbatosh Kur'an, që ta zbatosh atë çka e kam shkruajt. Një shembull I Allahut është më I larti. Kur Allahu ta çon ti Kur'anin, ta zbrat, e ka zbritë Muhamedi alayhis salam, dhe ti e lexon. Zakonisht njerëzit këtu ngatrohen lavirin, çfarë thot? Unë jam të e lexu dhe mendon se ky akt mjafton për mos me punu me ata që ka shkruar mrena. Vini edhe çfarë thot? Thot, bile, thot duhet ta lexon Kur'anin çish e lexon hizmeqari, punëtori, librin dhe letrën që ja dërgon shefi I vet, zotnia I vet. E merr letrën dhe mediton çka ka thënë shefi dhe çfarë ka shkruar aty për të punuar unë me kërkesën e letrës. Kështu dhe lexohet Kur'ani dhe kuptohet. Jashtë kësajna bëhen mund të bëj festivale, mund të bëj ceremoni, mund të bëj akte, mirë po, a ka zbritur Allahu për çeta Kur'anin? Jo. Allahu nuk e ka zbritur këtë për Kur'anin. Për këtë arsye, thot, kanë thënë disa prej dietarëve se ky Kur'an ka ardhur letra pi Zotit ton. Për këtë arsye ky Kur'an nuk ka zbrit sikur që kanë të na. Kështu grumbull, për një herë që e kena na mushafin. Jo, ka zbrit ajet, grumbull ajetësh, e kështu me radhë. Për çfarë arsye vëzër që të merret dhe zbatohet ajo. Madje arabët janë ata që s'kan besu, janë bezlis.
Laula nuzila hadha al-Qur'anu jumlatan wahida. Ka thonë, pse s'me zbrit për një herë? Una lodhi ka pak. Për 23 vjet e ka zbrit Zoti jon te bareke ve teala. Për çfarë arsye vëllazër, që çdo ajet që ka zbrit vendoset në vendin e vet, në punën e vet e kështu me radhë. Andaj njëra nga prapësitë e leximit të Kur'anit, cila vëllazër, është që njeriu mos i marr këto si mesazhe të Zotit. Për shembull vëllazër, kur ti e lexon se Zoti në Kur'anin e vet e ka bë 5 kohë namaz farz. Çka thonë do? Hani unë e besoj, thot. Nuk e ka pas për qëllim që ta. E ka pas për qëllim me veprua. Kur ti e lexon në librin e Allahu xhelel se rakia o haram, ti çish mjafton shumë prej njerëzve që deklarohen se i besojnë Kur'anit, hani thot, çashtu rakia haram. Se ka pas për qëllim këta. E ka pas për qëllim mos të pish raki. Apo? Pra nuk e ka për qëllim ti të kapësh për llafi, të kapësh për fjale, po të kapësh për kuptimin e fjalës dhe ta ndalosh ata çka është ndaluar. Thot Ebu Hamid, ka thënë disa dietarëve, ki Kur'an janë letra që kanë ardhur dhe mesazhe nga Zoti jon xhel xhelalu. Aty janë aktët e Zotit. Aty janë gjërat të cilat Zoti kërkon prej neve. I meditojmë ato gjatë namazeve dhe nalemi ato kur jemi në vetmi. Dhe i zbatojmë urdhrat e Zotit, dhe sunetet e pejgamberit alayhi salatu wassalam ashtu siç kërkohet. Po për këtë arsye vëllezër, Kur'ani nuk është për mu zbukuru me ta. Po, dietarët e kanë lejuar edhe zbukurohet Kur'ani, shkruhet me shkronja të mira, të lexohet me zana të mira, por kjo nuk është e tëra. Kur ti pavarësisht a e lexon aqimus salat me tajvid apo pa tajvid, me rancia falo. Me rancia falo. Nuk ka me rëndësi ti a di me lezu me të gjvit ndal në rakijën. Jo, me rëndësi ti mos me pije. Që kjo? Nuk ka me rëndësi ti a din me e zbukuru zanin kur ta lexoj se la të krabu zina, mos e afroni zinas. Jo, kjo me rëndësi është që ti mos me bo zina. Cëla ma e mirë dhe zër? Një njeri cili e pi rakijën, shembull, pe e zana, nuk e nalë rakijën, e thot, unë ta vajtoj, thot Kur'anin. Jo, hiq mos e vajtoj, dhe. Ti veç mos e pi rakijën. Mjafton ti mos me pi rakijën, që kjo është që ti te vajtu e leximin e Kur'anit. Dhe ka dikush për shembull ndoshta as ajeti nuk e di. Cili është ai ajet që ne ka ndaluar rakijën? Me vetë ku e di unë cili është ajeti? Marrësi unë nuk e di. E di që Zoti ka ndaluar Kur'an. Kjo është qëllimi i leximit të librit të Allahut subhanahu wa taala. Për këtë arsye ka thënë Malik ibn Dinari rahimahullahu taala, thot ma zara al-Qur'anu fi qulubikum ya ahli al-Qur'an. Ju drejtoi hafizlarve dhe xhallarëve që kishin lexuar Kur'anin dhe kishin mësuar Kur'anin, edhe shpesh ju thonte, çka ka mbjell Kur'ani te ju? Çka ka mbjell? Gjithë to ajete që lexuar, gjithë to hadithe që mund të dëgjuar, çka ka mbjell? A do Allahu dhe pejgamberi sa më shumë? Ai ke marr moralet e Islamit? A e din rregullat e pejgamberit alayhi salatu wassalam? A do pejgamberi sa më shumë se sa para se me lexu Kur'anin? A ka ndryshuar diçka te ti? Thot, innal Qur'ana rabi'ul mu'min. Kur'ani o pranvera besimtarit. Shiu i pranverës është Kur'ani. Andaj sa herë që bie shiu, diku nxjerr bimën. E kur ka ra Kur'anin në zemrën tonë, çka ka nxjerr? Nëse na vazhdimisht lexojmë Kur'anin dhe kur gjoz mbin te na, ka një defekt. Ka një defekt, sepse uji kur bjen piqillës, veç në mermer nuk rok. Veç në tokë të egër nuk rok. Nëse toka e butë dhe pjellore, patjetër është qoftë edhe një bari me dal, qoftë edhe një gjelbrim i vogël me dal. Pavarësisht a ka mbjell dikush aty në mënyrë të qëllueshme, a keni pa kur ka ujë dhe tokë pjellore. Edhe mos me dash ti vetë bin bari. Vend bin bari nga toka pjellore që është. Për këtë arsye thon te Qatadeja, lem yujalis ahadun hadha al-Qur'ana illa qama bi ziyadatin aw nuqsanin. Ka thënë Qatadeja rahimahullah, nuk ulet dikush në këtë Kur'an vetëse kur ngritet ose shton diçka ose pakson. Dhe argumentoi me fjalën e Allahut te bareke ve teala, huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Në surën Al-Isra thot Allahu te bareke ve teala, Kur'ani është shërim dhe rahmet për besimtarët. Allah e bëf shërim për zemrat tona, për gjoksat tona dhe rahmet në dunja dhe në ahiret, ja rabbel alamin. Mirë po ki Kur'an zullumçarëve dhe pa besimtarëve nuk u ashton pos dëshpërimin, pos hasretin, edhe atë piklimin e madh. Për këtë arsye thon te Qatadia rahimahullah se s'ka njeri që lexon Kur'anin ja qohet i mëshiruar, ja qohet
e kap ndoni siklet. Kjo është vëzër e shtata nga rregullat që duhet t'i ketë lexuesi i Kur'anit që të përfiton nga libri i Allahut te bareke ve teala. E teta cili o vëzër, e teta e ta'athur. Ne e përdorra ndikimi, po ma bukfall, ma gërm për gërm, ma përshkruan për shkronjë. Ta'athur i thonë me ta lajnë shenjë. Ether o shenja. Kur ka një ether është një shenjë, një alamet. A keni pa dhe populli e përdor s'ja pas kalon shenjë hiç. Dhe kjo është fjalë e përkthyer gërm për gërm me ta'athur, ta'thiri. Çka do të thonë kjo vëllazër? Thot Ebu Hamid rahimahullahu teala. Thot, është për qëllim me rregullin e 8 që zemra e lexuesit të Kur'anit të merr shenjat, t'ia lë shenjën Kur'ani, apo shiko vëllazër, nëse ti lihesh me një parfum, me një misk, a mundet mos me të ardhë hera që ti miskit hiq? Një 2 minuta pa tjetër me të ardhë hera. Varsisht nga fuqia e miskut të vjen edhe hera. Ka misk që 5 minuta i ven hera, ka misk 1 orë i ven hera, ka misk 1 ditë del hera, ka misk 1 javë, varsisht çfarë fuqie ka misku. Apo edhe varsisht ti atë vjen era keqe tjetër. Ka mundësi ti vjen dënjerë të keqe tjetër, edhe gjun misk, ajo përzit me tash se ti atë vjen era djers, atë vjen era parfem. Në rregull. Shiko, si ka mundësi vëzë njeriu mu lim me misk edhe me një arriven era? E si ka mundësi njeriu me lexu Kur'an e mos më ardhe era? Era mirë. Andaj shikoj se si cili te neve ta shikoje. E dëgjon Kur'anin, e lexon Kur'anin. Dëgjon ligjërata, ajete dhe hadithe, edhe pastaj si vjen era Kur'an. Nuk i vjen era hadith. Kjo vëzë është një defekt. Nuk ka mundësi dikush për shembull ti me vazhdimisht me gjujt me parfem, apo me klim me parfem, edhe kur dël jashtë, apo ta rakeçi i vet. Ku është defekti? Ka një defekt. Apo andaj, çka thot? Patjetër është që zemra e lexuesit të Kur'anit të ndikohet në varësi prej ajeteve ka është tu kalue. Prej ajeteve ka është tu kalue. Për këtë arsye, në çdo lexim të një ajeti dhe çdo kuptim duhet ta ketë një emocion, një shkallë, një hall dhe një gjendje të veçantë të zemrës së tij, si për shembull, prej mërzijës, prej frikës dhe shpresës dhe të tjera. S'munësh ti për shembull mi lexu ajetet e vdekjes edhe hiç mos me të ardh era tut. Nuk mundet. Pse Allahu ja kur e përmend për shembull në Kur'an, wa ja'at sakratul maut bil haqq, dhalika ma kunta minhu tahid. Vjen agonia e vdekjes. Allah na lëtsoft të gjithëve kur na vjen ai moment. Edhe nuk mundesh ti me lexu këtë ajet, vjen agonia e vdekjes me hak. Me hak. Dhe çfarë ndodh? Dhe thot Allahu pikurit u ik biçë sajna. Ai di pikurit u ik bi vdekjes. Ti kur lexon këtë ajet, s'ka mundsi e lexo edhe këtë ajet, po nisoj, jo ti ki mutut. Ti nuk mundesh për shembull me lexue ajete të cilat frikojnë. Hasbuhum jahannam wa bi'sal masir wa bi'sal mihad. Allahu shpesh thot në Kur'an, bolle kanë xhenemit kriminalt, bolle kanë xhenemin zullumçarët, shumë vënë keq oj aty. Dhe ti nuk mundesh me lexu këtë përshkrim, se ki mu frikua. Nuk mundesh ti me lexu në xhennet çka ka dhënë Allahu xhelel xhelalu, se banorët e xhennetit e kanë këta dhe këta për gjerësisë së shtëpive, për gjerësisë së oborreve dhe kështu më radh për mrekullive të xhennetit, edhe ti më thon valla nuk e lipa hiç, as nuk më dha shpresë, as nuk më dha dëshirë, s'ka mundsi, vetë se ka një defekt. Thot Ebu Hamid rahimahullahu teala. Andaj thot çdo ajet që e lexon ia krijon atij një hall. Megjithse thot friga është më e shumta në Kur'an. Thot el khashyatu aghlab al ahwali ala qalbi. Friga është më e madhja në Kur'an. Andaj thot ne e gjejmë se në Kur'an kemi më shumë shtrëngim se sa lirim. Wa tadyiqu ghalimun ala ayat al Kur'an. Kur'ani më shumë shtrëngon se sa ai që lexon Kur'anin kur e kryn, a çka i thua? A u gëzove? Allah thot shumë se ne i pash pra jam mbizotron, jam marr më shumë pushtetin ajo e cila është e frikshme se sa ajo e cila jep shpresa. Thot mu për këtë arsye nuk e gjejnë në Kur'an përmendjen e faljes dhe rahmetit, vetë se i gjejnë kushtet aty.
E këto kushte e tutin besimtarin. Pra, ti e lexon që ka rahmet, edhe ka maghfiret, edhe ka falje, edhe ka shlirje gjunaheve. Mirë, po kur lexon kushtet, fillon më mërzit. Për shembull, thot Allahu te bareke ve te në Kur'an: "Wa inni laghaffar." Wa inni laghaffar. Në surën Taha, thot Allahu xhënal xhelalu: "Un jam falës." A e kalon me çkaç? Jo. Andaj shpesh apo njerëzit kur lexojnë ajetet e rahmetit, thonë mos I tutni njerëzit se Allah ka kallzuar Kur'an se Allah I fal. Është e vërtetë, po duhet me krija ajetet deri në çosh. Çka ka thënë? Wa inni laghaffarun liman taba. Para çka pendohet? Një, kushti I parë, liman taba. Wa amana, dhe beson. 2. Wa amila salihan, dhe punon vepra të mira. 3. Thumma ihtada, pastaj udhëzohet në udhëzimin islam. Këto 4 kushte kur I lexon, çish I lexon tash? Unë jam falës. Allah dhe në Kur'an: unë jam falës. Para çka pendohet, beson, bën vepra të mira dhe udhëzohet në islam. Në rregull fala, ma këto 4, ai kiti këto 4. Kur thot dikush për shembull ti, në firmën ton rroga 2000 euro. Ama për mu pranue janë këto kushte. Ti thu mire pas një vëllam, unë çdo kushte si plotësoj. Po, ajo kur ti thot për shembull me një vend, këtu pip kanë 2000-3000 euro rrogë. Kjo s'ban ti minjar më gëzu, pse? Po unë nuk I plotësoj kushtet. Po ato japin 3000 për atë çka I plotëson kushtet. Na e lexojmë shpesh në Kur'an, Allah e mëshiron këtë, e mëshiron atë, e fal atë. Ama ti, ai çka ka me të mëshirua, ka me të fal, ai plotëson kushtet. Për këtë arsye kur ti lexojsh rahmetet në Kur'an, gjithmonë I gjen me kushzime, me kushzime. Për këtë arsye thot, shiko fjalën Allahu në surën Asr. Për të cilën ka thënë Imam Shafiu rahimahullah, mos me pasbrit Allah pos këtë sure, ju kish mjaftu insanëve. Çka thot Allahu xhelalu ala? Wal asr. Pashakon. Innal insana la fi khusr. Çdo insanat në humbje. Çdo insan e ka të humbë rrugën. Përveç atyre, shiko, këto përveç ka janë gjendje të rënda, janë vështira. Përveç atyre që kanë besuar, kanë punuar vepra të mira, e kanë porosit njëri tjetrin me të vërtetën dhe kanë porosit njëri tjetrin me sabër. Pra, shikosh ka thëtë Allahu, këtë insan kanë me hub, përveç qëtynve. Kur ti numëron kush janë qëto, e kanë qëkëci, e këto pak kanë. Allah në bopi atër shka shpëtoj ditë e kiametit, ja Rabbel Alamin. Për këtë asyje, thot Ebu Hamid rahimahullahu ta'ala, nuk gjenë përmendje të rahmetit dhe maghfiretit në Kur'an, vetëm se e gjenë të bashkangjitur aty edhe kushtin. Andaj lexojë në Kur'an në surën Al-A'raf: Inna rahmetallahi qaribun minal muhsinin. Vërtet rahmeti Allahit është afër, ama shiko me një fjalë I ka kallëzu këtë kushtet, nga atyre që janë bamirsa. Thot e kush janë bamirsa? Thot e bamirësia është më kanë edhe musliman, edhe besimtar, edhe me iman alt. Shikoj vëzë, Allah kur ka thënë Allah janë nga rahmeti Allah janë nga bamirësit. Mirë, kush o bamirësi? Kush o bamirësi? Ai I cili kryen kushtet e Islamit, edhe të imanit, edhe ngjitet edhe iman alt. E ç'ki po. Po ndryshe nuk ka mundësi besimtar vëzër let me fitua rahmetin Allahu te bareke ve teala. Mu për këtë arsye thot kush e kupton kët, do ta kupton se Kur'ani më shumë ka mërzi dhe shkakton pikëllim sesa që e gëzon lexuesin e vet. Andaj ka thënë Hasan al-Basriu rahimahullahu teala, ka thënë pasha Allahun, nuk ka dikush prej robëve të Zotit që e lexojnë këtë Kur'an dhe I beson atina, vetëm se mërzien ka me pas më të madhe se gëzimin. Pra nuk ka dëni rob që I beson këti Kur'ani dhe e lexon ata, vetë se mërzien e ka mbi gëzimin e vet. Pas e ka thënë, dhe çajtmën e ka mbi të qeshurin e vet. Pra ai që lexon Kur'ani dhe e kupton ata, dhe jeton me ta, dhe zbaton ata, ai më shumë ka me kajt se ka me kesh. Ai më shumë ka me kajt se ka me kesh. Për shembull, kur njeriu nuk e di, a shkojnë në xhenet apo në xhenem? Allahu gjithë në Kur'an, ferikum fil l-gjenneti ve ferikum fil sa'ir. Një grup e fusim gjennet, Zotin apo fitëna, një grup e fusim gjennem. Ti nuk e di pika ije. Kërë nuk të leti mu gëzue. Ti shpreson po, ama kur I din veprat, kur I din kushtet e gjennetit, o ma shkakton mërzi. Vetë fakti që si të dit ka kime shkue, këtë shkakton mërzi. Veç fakti që si të dit, një grup I në gjennet, një në gjennem. Unë e ka jam nuk e di. O kjo bodhe të rishtushme kana.
Jo bollë të trishtueshme kana. Thot Ebu Hamid rahimahullahu taala, ka thënë Hasan al-Basriu, wa kathura nasbuhu wa shughluhu wa qallat rahatuhu wa batalatuhu. Thot Hasan al-Basriu, kush e lexon Kur'an e shton lodhjen, dhe angazhimin, dhe e pakson rahatlëkin dhe dembellëkin. S'ka mundësi një njeri që lexon Kur'anin me ndërrit rahat. S'ka mundësi me gjeti njeri që lexon Kur'anin, s'ka punë. Nuk ka i angazhuar kur gjë. Ky njeri se ka lexuar Kur'anin, as që e di çka Kur'ani, ki mundet çka doje me fol për veti. Mirë, po njeri që lexon Kur'anin dhe një Kur'anin, s'ka mundësi me ndërrit rahat. As një minutë nuk rahat. Qase Kur'ani vëzër e ngjall prej mrenda. Për këtë arsye, thot Ebu Hamid rahimahullahu taala, thot duhet ndikimi të jetë i fuqishëm gjatë leximit të fjalëve të Allahut te bareke ve teala. Thot si bëhet kjo? Thot bëhet në këtë mënyrë. E lexon një ajet të cilën është duke e lexuar. Andaj nëse është ajet premtues, dhe e ka të përshkruar kushtin e fitimit të këtij rahmetit, thot atëherë nëse është kërcënues ajeti dhe e shef se sa afër kërcënimit është ai, fillon në mutut derisa i duket sikur duke vdek. Nëse i të lexoni ajet ku të kërcënon, ki me një xheneb, ki më marr llogari, ki mund dëshku, ki me pa azapin, atëherë ti fillon më frikue derisa duket sikur i e duke ndrojet. Thot, dhe kur e shef se ajeti është duke zgjeruar temën, dhe është duke fol për xhenetin dhe maghfiretin dhe falin e Zotit xhelel xhelalu, thot fillon më gëzue me shpresë se mos po bëna piçëtyre të se ti ka përmend Allahu te bareke ve teala. E kur lexon ajetin ku Allahu e përshkruan veten me cilësitë e veta dhe veprat e veta dhe emrat e veta, atëherë çfarë thot? Yatata'u khudu'an li jalalihi wastish'ara li 'azamati. E ul kokën e thot, ky është shumë i madh. Ky i cili e përshkruan veten me këtë cilësi është ai i cili meriton na me ul kokën para ti, mi bo sejdë, mi bo ruku, eksumarat. Thot, e kur ta lexoje do një ajet ku Allahu i përshkruan qafirat në Kur'an, dhe i përshkruan fjalët e pabesimtarëve, sikur përshkrimi i tyre se Allahu ka evlat, apo ka gruaje, thot e ul zanin. Për shembull, na kemi në Kur'an ajete, thot Allahu te bareke ve teala, laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha. Kanë bërë kufër ata që kanë thënë Allahu janë 3 i tretëve, dhe i përshkruajnë Allahit gruaje, edhe i përshkruajnë Allahit evlat, Zoti na ruaj. Thot prej edebit dhe ndikimit nga Kur'ani është me ulzanin. Ulzanin se këtu është përshkrimi, pra për pabesimtarët që kanë thënë fjalë të mëdha. Thot andaj ulet zani, thehet prej mrenda dhe e shet të shëmtuar shumë fjalën e tyre. Thot e kur e përshkruan Zoti i Madh te bareke ve teala hyrjen në xhenet dhe cilësinë e xhenetit, thot let ngjallet një mall prej brenda me shpresë që ta mrin atë çka e ka premtuar Allahu te bareke ve teala. Thot dhe këtë kjo është bazuar në atë që ka bëu vet pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, ku pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam i ditëve i thot Abdullah ibn Mas'udit radhiyallahu an, i thot iqra alayya, lexom Kur'an. Atëri thot Abdullah ibn Mas'ud, ja Rasulullah, çish me të la lezu ti në kur ty tu ka zbrit. Ka thënë du me ngu për dikuj tjetër, du me ngu për dikuj tjetër. Dhe ka filluar me lezu surën e Nisa, surën e 4 Kur'an, surë e gjatë. Dhe kur ka mrije të ajeti 41, ka filluar me qajt dhe ka thonë nalo. Pse i ka thonë nalo? Nga se të ajeti është mishru mini herë. Pra, pejgamberi sa e ka përjetu vetë ajetin, jo si rrëfim vetëm, por ajo është protagonisti i muhabetit dhe i fjalës. Për shembull, kur ka mbërritur fjalë Allahu te bareke ve teala në Kur'an, fa kayfa idha ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida. Si do të jetë puna, kur në çdo ummet e sjellim një dëshmitar, dhe ty o Muhammed sjellim dëshmitar kundër tyre. Atëri ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, hasbuk al-an nalu. Thot Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, thot ra'aytu aynayhi tadrifan bid-dam'a. Thot i pash sytë e tij duke lutuar. Nga se e ka përjetu pejgamberi alayhi salam Kur'anin.
E se kur e ka lezu këtë ajet, wa gjina bike ala haula, dhe ne ty o Muhammed do të marrim dëshmitar kundër njerëzve që kanë bërë gjuna, kundër njerëzve që kanë mohue. Dhe pejgamberi ka thënë, unë do të jem dëshmitar kundër njerëzve. Dhe ka filluar me çfarë ka thënë Nalo, se ka filluar efekti i Kur'anit fuqishëm me prek tek ai. Thot, dhe kjo është ajo të cilën ne kemi për qëllim. Që njeriu kur ta lexon një ajet, i cili e frikson apo e vendosen një pozitë të rëndë, thot ndikohet prej ajetit. Ndikohet prej ajetit. Për shembull, thot, nëse e lexon një ajet ku Allahu subhanahu wa taala e përshkruan ditën e rëndë të ditës së gjykimit, thot, ki duhet të frigohet dhe jo vetëm të jetë lexues. Për shembull, lexoje për shembull fjalën Allahu te bareke ve teala në surën Al-An'am, ajeti 15, thot Allahu te bareke ve teala, inni akhafu in asaitu rabbi adhab yawmin adhim. Thot Allahu te bareke ve teala, un frigohem nga dita, un frigohem nëse i kundërshtoj urdhat e Zotit tem dhe e kundërshtoj Zotin tem nga azapi ditës së madhe. Thot, fa idha lam yakun khaifan kana hakiyan. Thot Ebu Hamid rahimahullahu taala, kur lexuesi lexon këtë ajet dhe nuk tutet, ki nuk është të morë pjesë në ndikimin e ajetit. Kjo është të rrëfyje. Kjo është të rrëfyje. Po çka është për qëllim me këtë me ndikimin? Dallon kur ti kallzon sa keq i ka ndodhur dikujt, dhe dallon kur ti thu mund ka ndodhur. Unë e kam përjetuar atë. Pra qëllimi i Kuranit të ti ta përjetosh ata. Kur ta lexojmë shumë inni akhafu in asaitu rabbi, un kam tut mi I bëj gjuna Zotit tem. Ti tash a je ai që frigohesh, ai që lexon vetëm? Për këtë arsye pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam kur I lexonte ajetet frigohej. Madje pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam edhe frigohej edhe kur shifte shenja universale në qiell. Thot Aisha radhiyallahu anha, kur mblidheshin mjegullat rreth, edhe nxinjej havaja, pra pak para se me rashi, thot frigohej Muhamedi alayhis salam, dilte jashtë dhe hinte mrena nga frika, derisa I tham ja Rasulullah, pse po frigohesh kjo shika më ra? I ka thënë, o Aisha, po çishtu kanë nis me shi ndënimet e mëhershme. Ka nis me shi, sonal dhe I ka marr me veti. Për këtë arsye vëllazër, pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam gjithmonë ajetet I përjetonte. Dhe përjetimi I ajetit ka dallim pi leximit të ajetit. Madje edhe ka dallim pi tefsirit të ajetit. Përjetimi në damar dhe në zemër dhe në shpirt ka dallim prej atij I cili vetëm e lexon fjalën Allahu te bareke wa taala. Thot, për shembull, nëse njeriu e lexon fjalën Allahu te bareke wa taala surën Ibrahim, wala nasbiranna ala ma adhaytumuna. Pejgambert e Zotit I kanë thënë paganëve, atyre që s'kan besuar, I kanë thënë pejgamber, ne kemi bërë sabër. Ne do të durojmë lëndimet e juve, persekutimet e juve, torturat e juve kena mi duruna. Thot, falyakun haluhu sabra aw al-azimata alayhi hatta yajid halawat at-tilawa. Thot, për me shijue knatësinë e leximit, le të bëjë sabër, ose le ta bëjë niyet me bëj sabër, sepse ajeti po nxit wala nasbiranna, kena me bëj sabër. Për këtë arsye që çështu mishrohet besimtari me kuptimet e ajeteve. Kur ti lexon një ajet, sabri thuaj inshallah ka me bëj sabër, do të jem për durimtarëve. Kur ta lexosh për shembull për falënderim, thu do të jem për falënderuesve. Kur ta lexosh për namaz, ka mu fal. E zeqat, ka me dhanë zeqatin. E shë Ramazanin, unë e agjeroj Ramazanin. Pra, I merr ajetet dhe I përvetson dhe ndikohesh prej tëre. Thot, nëse nuk është në këto cilësi lexuesi I Kur'anit dhe nuk sillet zemra e tina në mes këtyre gjendjeve, prej frikës dhe mërzijës dhe gëzimit dhe shpresës, atëherë thot hiseja e tij nga leximi I Kur'anit ka qenë vetëm lëvizja e gjuhës. Vetëm lëvizja e gjuhës. Thot ma asarihi la'ni ala nafsihi. Thot me gjithë këta leqe ka lodh gjuhën, thot edhe e ka mallku vetën. Për shembull thot fjalë Allahu te bareke ve sanu Hud, thot Allahu xhelal ala la'natullahi ala adh-dhalimin. Mallkimi Allahu qof mbi zullumqtarët. Thot dhe ky kur lexon këtë ajet, nëse nuk ndikohet dhe nuk largohet prej zullumit, kja të mallku vetën. Kja të mallkua vetë. Thot Allahu te bareke ve teala kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Thot Allahu te bareke ve teala te Allahu o shumë ran
Te Allahu është shumë diçka e cila shkakton hidrim. Nëse ju e thoni atë çka se veproni. Sa keq o vëllezër që na është ta lexojmë Kur'anin dhe mos ta zbatojmë ata. Sa keq që ne më përkatësuan Islam e mos mi pas shenjat e Islamit. Sa keq që ne më thonë ne në sunet pejgamberit alayhis salam, aty nuk e zbaton sunetin e pejgamberit alayhis salam. Vini revizor për këtij hadithit pejgamberit alayhis salam. Thot Xheriri radhiyallahu an, nuk më ka këshir ndonjëherë tan jetën që kam jetuar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam vetëm ka buzëqesh. Xheriri radhiyallahu an, s'ka thot ndonjëherë vetëm ka këshir pejgamberin sallallahu alaihi wasallam sa herë më ka kesh. Dhe na sot vëzër thirrim në sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam një akhlak të tisën e marrim, një karakter të tisën e marrim, një moral me thonë që ta a e ka po pejgamberi sa po kur që dajmo. Apo, kur që doj. Sa shpesh shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur e pyetëshin dikush, pse je të bon që ta? Thot këshire, e kam pa pejgamberin sallallahu duke bon që ta, kurri nuk e nali. Kur nuk e nali. Pse? Vetë se ka po pejgamberin sallallahu duke bon. A sa vepra ka pejgamberi sallallahu që kur si ka nal, na një herë së një bojna. Ai kur si ka nal. Për këtë arsye kur e kanë pyeti Imam Ahmedin rahimahullah për njeriu i cili e le vitrin pa e fal. I kanë thonë, çka thu për atë njeri çka se fal vitrin? Ka thonë vallahi janë njeri keq. Ka thonë a vajib, ka thonë s'kam argumentet që janë vajib, ka thonë po kur pejgamberi se kalon. Edhe në udhë e ka fal. E një njeri që vëllezër e di se Muhamedi alayhis salam vitrin kur se kalon. Edhe ki thot po halve s'ka lidhje. Domthon, aja do ti pejgamberi sa punë më ajo? Aja do veprat ajo? Kur ti e di sa këtë njerëz ju ka kesh, krejt njerëz ju ka kesh. Me musliman, me jo musliman, me munafika, ju ka buzëqesh. Ka ardhur djali Ibn Selulit te pejgamberi alayhis salam. Ka thonë ja Rasulullah, unë e di babën tem sa munafik. E di unë që babën e ka munafik. Se gjalli vetë akon besimtari mirë. Ka thonë ja Rasulullah, nëse duhet këti mi ja kallëzue venin, unë ja kallëzoj, pra me ekzekutue. Ka thonë jo, gabim. Ne do t'i buzëqeshim ati, do t'sillemi mirë me ta. Apo, po kjo nuk e pështon ata, ama kjo është rregull jon. Kjo është karakteri jon. Na sillemi mirë me ta. A ka thonë aja me neve? A ka thonë aja musliman? A vjen xhami? Po. Ne do të sillemi mirë me ta. Ama te Allahu xhelle xhelalu, a më ndron këtë muhabeti. Mirë, po ne duhet ta zbatojmë çet karakter që e ka pas pejgamberi alayhis salatu wassalam. Fa bima rahmatin min Allah linta lahum. Fa Allahu xhelle xhelalu me rahmet të Allahit yasil but, e me këtë butësi i ke bë musliman njerëzit. 120.000 sahabe vëllezër. Me çka janë bë musliman? Me çka janë bë musliman? 120.000 pagan i ka këthi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam musliman. Ti me një musliman zë në mirë është vesh. A ban këtë dalim? 120.000 njerëz. Në transmetim tjetër 114.000 njerëz. Kur ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka transmetime që janë kanë mbi 100.000 njerëz, 114.000 njerëz edhe 120.000 njerëz. I ka lënë musliman pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ti sa e bo sebeb që dikush pin pagan me dal musliman, ose pin musliman me dal një haram. Shumë pak. Për këtë arsye vëllezër, pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ndikimet e Kur'anit shfaqeshin tek ai të dukshme. Thot Ebu Hamid rahimahullahu taala, ai i cili lexon Kur'anin dhe nuk ndikohet prej tina është përfshirë në fjalën e Allahu xhelalu xhelal Kur'an, wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Allahu te bareke ve surën Al-Anbiya, ata janë gaflet dhe kanë kthi shpinën. Pra ani ti pse lexon? Nëse nuk ndikohesh, s'ta lëshën, atëherë nuk merr pjesë ata të cilat janë ndikuar nga fjala Allahu te bareke ve teala. Apo përfshihesh në fjalën e Allahu në surën Al-Baqara, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya. Dhe prej atyre jehudive ka njerëz të cilët nuk dinë nga libri pos leximin. Nuk dinë nga libri pos leximin, yani illa tilawat al-mujarrada, pos leximit të zhveshur nga kuptimi. Dhe gjithashtu thot Ebu Hamid rahimahullahu taala, kanë ardhur edhe shumë prej fjalëve të dietarëve, nga se ti përmendëm të gjitha që ta përfundojmë këtë kapitull që pastaj të vazhdojmë me tefsiret të fjalëve të Allahut te bareke ve teala. Thot kanë ardhur shumë prej ajeteve dhe fjalëve të ulemave në tefsire për ata të cilët e lexojnë Kur'anin dhe nuk ndikohen prej tina. Andaj nuk ka gjendje më të keqe se sa ti me ditë Kur'anin apo me dëgjuar ata. Dhe kjo vlen për njerëzit që sot e kanë në telefon, e kin YouTube, e kin program, e kin shtëpi mushafin, edhe nuk ndikohesh mbi ti, kjo është mirim.
Andaj Allahu xhai ka çortuar njerëzit shumë prej popujve të kaluar, të sa librat e Allahut nuk i kanë marrë me seriozitet. Allahu xhai fa nabadhuhu wara'a dhuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila. E kanë gjujt librin e Allahut anash dhe kanë ble me, e kanë shit me parë. E kanë shit me parë. Fa bi'sa ma yashtarun. Sa gjërat këqija kanë shit dhe kanë ble. Si shitet një kuptim i ajetit në një tefsiri i ajetit një ajet, në ble diçka nga kjo botë. Për këtë arsye pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka dhënë hadith nga Imam Buhariu, iqra'ul Qur'ana ma talafat alayhi qulubukum, lezoni Kur'anin derisa zemrat i keni bashk. Fa idha ikhtalaftum, kur jeni të përçar, lënë mos lexoni. Sepse qëllimi është me i marrë mësimet, e nuk është për qëllimi me kalue ajetet. Gjithashtu kanë ardhur disa transmetime, sikur që ka ardhur transmetim nga Ibn Majah rahimahullahu ta'ala librin e tij dhe sunetin e tij nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, se ka thënë alayhi salatu wassalam, njeriu më i mirë dhe me zanin më të mirë që e lexon Kur'anin, është ai i cili kur e lexon e sheh se i tutet Allahu xhalla xhelalu. I sheh se i tutet Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu ka ardhur hadith, me gjithë hadithi është shumë i diskutuar dhe ka debata, është hadith apo është fjalë e ulemave, se ka thënë alayhi salatu wassalam, nuk dëgjohet Kur'ani më këndshëm pi dikujt se sa prej atij i cili i tutet Allahut. Pra, sot njerëzit thonë, sa zonë e mirë ai imami, sa zonë e mirë ki imami. Asnjë nuk thot ai tutet Allahu xhel xelaluhu. A shkel haramin? A e kryen farzin? A e zbaton atë çka e lexon? A e zbaton atë çka e lexon? Sot njerëzit të dhanë pas zanave kanë haruar qëllimin me të cilin ka zbritur Allahu xhel xelaluhu Kur'anin. Kur'ani ka zbritur dhe me na bë musliman. Me na i gdhen karakterët. Me na largu bi haramit. Me na eduku familjet. Për këtë ka zbritur Kur'ani. Dorsa normal se pjesa e zbukurimit të zanit është shtesë e cila nuk është ndaluar, por nuk është qëllimi. Nuk është qëllimi. Për këtë arsye thot Kur'ani është Kur'ani synon që ti nxjerr prej zemrës së lexuesit veprën me ta dhe hallet e ndryshme që i përmendën prej mërzijës dhe pikëllimit dhe gëzimit dhe shpresës e nxjerr nga libri i Allahut te bareke ve teala. Andaj me një fjalë përgjithshme thot Ebu Hamid rahimahullahu teala, thot leximi i Kur'anit që është përmendur në surën Al-Baqara, ku thot Allahu xhelalu xhelalu alladhina ataynahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Atyre të cilët u kemi dhënë librin lexojnë me lexim hak. E cili është leximi hak? Vini re çfarë thot? Leximi i Kur'anit hak është që të bashkëpunojnë dhe të bashkëveprojnë tri gjëra: gjuha, mendja dhe zemra. Më në mend këtë rezumeja. Kur të lexosh Kur'an, gjuha e lexon, mendja edhe zemra. Cilat janë si cila për të çfarë vazife ka? Çfarë detyre ka? Thot, fa hadhul lisani tashihul hurufi bit tartili. Thot, hiseja, doza që e ka gjuha gjatë leximit është me i saktësue shkronjat. Me nxjerr mirë elhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, qul huwallahu ahad, Allahu samad. Pra i nxjerr mirë. Kjo është detyra e gjuhës. Dhe bit tërtil lexim qartë. Kur e kanë pyet Aishën apo Ummu Salamen si ka lexuar pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, siç kanë thënë, ka thënë ka lexuar tërtil. Çka tërtil? Qartë. Rattara është qartë, wadhaha, qartë. Elhamdulillahi rabbil alamin. E ka kuptuar se çka e ka lexuar. Kjo është hisja e gjuhës. Hisja e mendjes, cila kur lexon Kur'anin, tefsirul maani. Mendja ta ban tefsir kuptimin. Ti për shembull gjuhës ja jep detyrën çfarë? Lexoje mirë, elhamdulillahi rabbil alamin. Truni njëkohësisht bashk me një vend e ban tefsir, elhamd, falëndërimet i takojnë veç Zotit Allahu xhelle xhelalu, Zotit botrave. Fillon truni me e bë tefsir. Thot: wa hadhul qalbi al-itti'adhu wat-ta'athuru bil-inzijari wal-i'timari. Thot, hisja e zemrës është marrja e mësimit. Hisja e zemrës është marrja e mësimit dhe ndikimi, pra me talon shenjë,
Me çka? Duke u frenu pi haramit dhe duke e zbatu urdhrin. Apo kjo është vëllazër qëllimi i Kur'anit. Gjuha e reciton mirë, gjuha e këndon mirë, mendja e kupton, zemra ndikohet dhe ti e vërdon çka ka thënë Allahu te bareke ve teala. Për këtë arsye thot Ebu Hamid rahimahullahu teala, gjuha lexon, zemra shpjegon, gjuha lexon, mendja shpjegon dhe zemra merr mësim. Kjo është për qëllim me disiplinën dhe rregullin e 8. Rregulli 9, i cili ndihmon për ta kuptuar librin Allahu te bareke ve teala, përgjegjësive të brendshme të njeriu, cila ka thënë et-taraqi. Et-taraqi. Çka është et-taraqi, vëllazër? Thot, është për qëllim që gjatë leximit të Kur'anit të ngritet deri që të përfituron, sikur është duke e dëgjuar prej vet Allahu subhanahu wa taala. Nga se ky libër, vëllazër, i kujt është? I Allahu xhelal xhelal. Allahu e ka zbrit. I pari që ka thënë çdo harf çka është këtu, e ka thënë Allahu xhelal xhelal. Andaj thot, cilësia e 9 që ndihmon për ta kuptuar librin Allahu xhelal është që kur lexon Kur'anin të ngritesh në paramendim, që të paramendosh se je duke e lexuar nga vet, je duke e lexuar, je duke dëgjuar vet pe Allahu subhanahu wa taala. Andaj thot, leximi në këtë ngritje ka 3 shkallë. E para, e cila është më e ulta nga këto ngritje, cila është që robi ta paramendon se është duke e lexuar Kur'anin e Zotit subhanahu wa taala, duke qenë për para madhërisë së Zotit xhelal xhelalu. A keni vëllazë njeriu sa ma për shembull vetë që jo, edhe pse domodin gabon, lakon, devion, se ka gajle. A keni pa njerit pavarësisht çka tungue. Kjo vlen edhe për çka do kohë. I fut dëgjuesët në vesh, edhe i duket vetja për shembull Mishari, i duket Minshawi, i duket Mahir, i duket pi kurrave të mëdhej Abdul Basit, apo Husari, o valla nisoj e kum nxerr. Çështu duket ti, se ti me bë me hek dëgjuesët tutesh pi vetës. Ama çështu duket se ngjësinë e kije. Vini rëvezën. Me çute hoxha me lexu fillon ngjërsitet. Me thon për shembull, apo e kam bë perfekt faqen të shtëpi. Hajde lexoj para hoxhës. Ja, fillojnë sekletet, se ki e di se të përmirëson. E mirë, tani që thot, leximi më i lartë, leximin nga 3 shkallat më të larta, kjo është e para. Thot që robi ta paramendon se librin e Allahut është duke lexuar para Allahut. Dhe fjalën e Allahut jetë lexuar para atina. Ç'i lexon vëllazër? A këshiranash, a tu prit se s'kan vakt, kafja të mprit, gruja më cingroj, e feju më thiri, biznisi, duqani. Ja. Kur i e për para madhrisë Allahu xhelal xhelalu vëllazër, nuk duhet njeriu me përcaktue detyra tjera, po duhet me nejt në atë çka i takon madhrisë Allahu te bareke ve teala. Thot ta paramendon se Allahu është duke e pa dhe duke e dëgjue, andaj halli i këtina është çfarë? Pyetja, kërkesa, dënesa, dorëzimi dhe përulja. Pra ti sikur i thu, o Zot, falem, o Allah, kërkoj mos më merr llogari, se çështja është shumë e madhe. E dyta është en yashhadu bi qalbihi ka anna rabbahu azza wa jalla yarahu wa yukhatibuhu bi altafihi wa yunajihi bi in'amihi wa ihsanihi fa maqamuhu al-haya wa at-ta'zim wal-isgha wal-fahm. Thot, e dyta shkallë e ngritjes dhe ngjitjes në leximin e Kuranit Allahu xhelal xhelal, që me zemrën e vet ta mrin shkallën ku e paramendon sikur Zoti i vet është duke e pa dhe i flet atij me butësitë e veta dhe i flet me begatit që ja ka dhënë Allahu te bareke ve teala dhe mirësitë. Andaj në këtë shkallë i takon turpi, madhërimi, dëgjimi dhe kuptimi. Para menoje drejt për drejt Allah me thonë, o besimtar falu. A mund me thonë, Allah së më falna, s'kam vakt. A mund me thonë, shko njëri vëzër, sikur ta paramendon këtë Kur'an, drejt për drejt Allah me ja lexue. Andaj në kanal transmetimi vëzër, se ditën e hyrjes së banorëve xhenetin xhenet, Allahu xhelle xhelal ju lexon besimtarëve Kur'an. Kam ja lexuar Kur'anin. Zoti jon te bareke ve teala.
Allah na mësoft me hyrje në xhenet Rabbul Alamin. Andaj kjo shkalla e dytë, para mendo Zoti me ta lexuar Kur'anin. Para mendo pejgamberi sa e madh ka me ta lexuar vetë pejgamberi sallam Kur'anin. Po para mendo vetë Zoti me ta lexuar. Hasha, i madh është Allahu subhanahu wa taala. E treta vëzër është en yara fil kalami al mutakallim wa fil kalimati as sifat. Fa la yanzuru ila nafsihi wala ila qira'atihi wala ila ta'alluq al in'am bihi min haythu innahu mun'amun alayh. Bini vëzër. Thot. E treta shkallë që më e larta, që në fjalët e lexuara ta sheh folsin. E në fjalët e lexuara ta sheh cilësitë. Mos ta sheh veten e as leximin e vet. Shpesh ju ndodh njerëzve kjo, është duke lexuar, thot sa mirë lexoj me vete thot. Kjo vëzër është, kjo dven, po dush me largue. Se ti nuk je i sinuar i këtu, po është e lexuara. A kupton? Kur ti je tu lexuar, zakonisht njerëzit ku zhytën, sa mirë thot e lexova. Apo, por shembull, fillon me lexu me një lloj mekamit vet, edhe fillon me pëlqy leximin e zanit vet, edhe shkronjës vet, edhe rrjedhshmërisë vet. Ndërkohë që çka është për qëllim i Kur'anit? Mu kënaq ti me zanin tan, a me të lexuar? Me të lexuar. Thot, në leximin e Kur'anit duhet ta gjen folsin, cilësitë e folsit, mos shikon te vetja, e as të leximi i vet. Dhe as mos ta shikon veten që Allahu e ka begatu me këtë mundësi, edhe me mundësitë të tjera. Thot, por i gjithë preokupimi dhe shqetësimi i tij le të jetë kush o folsi. Sa i madh është ky folsi, sa i lartë është ky që e ka zbrit Kur'anin. Thot, mawquf al-fikri alay, krejt brengël e taket çu duket Zoti xhelel xhelalu. Sa i madh është Allahu subhanahu wa taala. Thot, ka annahu mustaghriqun bi mushahadati al-mutakallim an ghayri. Sikur është zhyt në të menduarit e tij për të folsin dhe ligjëruesin e këtij fjalimi, dhe ai i cili e ka thënë i pari këtë fjalë, nga krejt gjërat e tjera. Thot, edhe kjo drejja është drejja e lartë, drejja e cila e mrin vetëm madhëzat e njerëzit afërt me Allahun, evliat Allahu xhelel xhelalu. Drejja e dytë është drejja e njerëzve të zot janë njerëzit të djathës, dhe ajo e para është më e pakta. Ajo e para është më e pakta, ku njeriu e parafituron veten, sikur çdo që lexuar fjalën Allahu te bareke ve teala përpara Zotit të madh te bareke ve teala. Dhe kanë ardhur shumë prej fjalëve të parëve të muslimanëve mbi këtë çështje, sikur që ka ardhur nga Ja'far as-Sadiq, gjithashtu kanë ardhur edhe nga disa prej ulemave se nuk e kam lexuar Kur'anin me lexim serioz derisa e kam paramendu këtë Kur'an me lexu përpara Zotit. Pastaj çysh i bie me pas lexu Zoti mua me pas lexuar. Kjo vëzër është madhështi e madhe. Besimi në Kur'an vëzër dhe ndikimi për Kur'anit është çështja me të cilën ne jemi të ngarkum. Nuk jemi me të ngarkum veç me lexuar, po me besuar ta, me u përmirësuar me ta, me udhëzuar me ta e kështu me radhë. Për këtë arsye ka ardhur nga Uthmani radhiyallahu an dhe Hudhaifa radhiyallahu an se kanë thënë zemrat tona sikur të ishin të pastërta, kur nuk do të ishin ngop nga libri Allahu subhanahu wa taala. Por njeriu mund ka zemrën me pastër, kur nuk ngopën. Shikoj se njerëzit nuk ngopën me kafe, zngopën me shoqëri, zngopën me muhabete, apo me muhabete të njerit nuk ngopën. Po para më me fjalët e Zotit subhanahu wa taala. Sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasalam si janë ngopë me leximin e librit të Allahut te bareke ve teala. Si janë ngopë me leximin. Andaj Imam Nevawi kur e diskuton në çështjen e leximit, thotë, a është më mirë me lexue hifz për memorjes apo me lexue me Kur'an? E ka parapëlqy që të lexohet me mushaf që me kënaq edhe sinin. Apo me kënaq, edhe për shembull ti i hafiz, hafizja është hafiz, e lexon edhe pa Kur'an. Mirë po thotë Imam Nevawi, edhe sinit më janë mundsu më kënaq është mirë. Edhe me sinit më janë mundsu më kënaq është mirë, dhe kjo ka qenë njëra prej traditave të shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe e fundit dhe zër që ka ardhur nga cilësitë të cilat duhet i ketë lexuesi i Kur'anit për të përfituar nga Kur'ani Allahu subhanahu wa taala është el-ashiru at-tabarri. Çka është at-tabarri? Thot, wa a'ni bihi an yatabarra min hawlihi wa quwwatihi wal iltifati ila nafsihi bi ayni ar-ridha wa at-tazkiyati fa idha tala ayati al-wa'di wal madhi lis-salihin fala yashhadu nafsuhu 'inda dhalik. Kjo është më e rënda
që mundet me egzistu në nefsin e njëri dhe moralizua. Qka? Ne shpesher vëzën në Kur'an lexojmë ajetet të ndryshme. Qërton mëkatar, kërsnon kriminal, u paraqet xhenemin njerëzve të këqij. Nga ana tjetër lavdron besimtar, lavdron të devotshëm, u jep premtim xhenetin njerëzve të mirë. Kur e lexojmë na këto ajete, çysh e shohim na veten? Dëgjoni çfarë thot. Për ta kuptuar Kur'anin, patjetërosh me u zhvesh dhe me u shmang nga një cilësi e cila është çfarë? Ngjitja e vetes të mirët dhe largimi i vetes mbi të këqive. Si bëhet kjo? Thot, kam për qëllim që të largohet fillimisht pi fuqijës vet. Mos mendo se me fuqinë tane je fal. Mos mendo se me mirësinë tane je fal. Allahu ta ka mundsu. Allahu ta ka mundsu me besu. Allahu ta ka mundsu me lexu Kur'anin. Allahu ta ka mundsu gjithçka që ti ke mundësi me bëvë vepra të mira. Thot, le të largohet nga fuqia e vet. Le të largohet nga mundësia për lëvizje. Sikur që është fjala la haula wala quwwata illa billah. Thot, mos ta shikoje veten. Mos ta shikoje veten me syrin e kënaqësisë dhe pastrimit. Andaj, kur ti lexon ajetet e premtimit dhe lavdrimit për të mirët, mos të mendon që ajo është ky. Që kjo që jo ndodh plot me njerëzve. Apo, kur të nije për njerëzit e mirë, e thot elhamdulillah. Pse elhamdulillah? Ti e mendon vetëm që atë në? A ka ma keq o vëllezër se ti mu ka një zhit në gjunahe, ata merr menja me Omerin. A nuk o fatkeqësi kjo? A nuk është fatkeqësi kjo? Si ka mundësi dhe wallahi na o njani pineve me kanë si aj i cili e ka gurzue sahabët e mësa për zina, wallahi ishmi kanë shkallë të naltë. E sa kanë sahabi për nga meret alayhi salatu wassalam. Andaj ka thënë, kur ti dëgjoj ajetet që e lavdroj një njëri të mirë, mos shpejtoj me thonë, unë jam ky. Thot, andaj let mendoje për vetën e vetë se ky nuk është prej atynve, por këta janë njerëz tjerë. Kur ti lexon në Kur'an, innal ladhina amanu wa amilu salihati lahum jannat, ata që kanë besuar dhe kanë bërë vepra të mira, atyre u takon xheneti. Ti më thuj, po unë jam ky. Jo, po është Muhamedi alayhis salam, është Abu Bekri, Omeri, Uthmani, Aliu, Bilali, Sa'd ibn Waqqasi. Janë sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, janë besimtarët e mirë që kanë praktikuar dhe zbatuar këtë vetë prin harb dhe harb. Andaj ka thënë, wa yatashawwafu ila an yalhaqahu Allahu ta'ala bihim. Thot mirë, po nuk i ndalohet me thënë, inshallah Zoti më shtjellë mua me çta. Nuk i ndalohet, ama jo të jap vetes kët epitet dhe kët atribut. Thot, dhe kur ti lexon në Kur'an ajetet e hidhrimit dhe ajetet ku Zoti xhelle xhelalu i çorton mëkatarët dhe rebelët dhe ata të cilët nuk ja japin hakin Allahu subhanahu wa taala, le të thoje, ja ku jam unë. Kështu lezër kuptohet Kur'ani. Kur ti lezën në Kur'an se ka njerëz të cilët nuk ja japin hakin Allahut, i bëjnë gjuna Allah, i bëjnë krim Zotit tokë, bëjnë fesad, nuk i zbatojnë rregullat e Islamit, çka dush me thonë ti? Unë jam çiki. Çiki jam unë. Unë jam çiki si rigati namazeve në xhami. Unë jam çiki i cili nuk e ul shikimin. Unë jam ai i cili e bën këtë mëkat dhe atë mëkat. Unë jam ai i cili s'di mos i me familjen e vet. Unë jam ai i cili nuk din me eduku fëmijët e vet. Unë jam ai i cili nuk i jap hakin dostave të vet. Unë jam ai i cili nuk di mos me këta dhe me këta. Unë jam ai i cili s'ka karakter islam. Këtë më thon se ti çështo janë nisë më përmirësu. A kur ti jep vetes atribut dhe cilësi, unë jam rregull, atë ky Kur'an për ka zbrit? Kur ti je në rregull, për çka ka zbrit ky? Kujt ti fol ki? Nëse Abu Bekri janë rregull, edhe ti në rregull, ky për çka është alën tok? Kur'ani për çka alën tok? Për këtë arsye thot, kur ti lexon ajetet që çortojnë mëkatar dhe kritikojnë zullumçar, le ta dinë se ai është i sinuari, wa annahu al-mukhatabu khawfan wa ishfaqan. Dhe le ta supozon veten se i ligjërimi është duke drejtuar atina nga frika dhe nga dhëmshuria që mos të pason me dënim. Për këtë arsye i kanë thënë Yusuf ibn Asbatit, njëri prej dietarëve të muslimanëve, i kanë thënë kur lexon Kur'anin, çfarë dua ban? I ka thënë çfarë dua baj? Ka thënë kërkoj falje prej Allahut për gjunaat e mia. Çfarë do? Kërkoj falje. Se kur i lexoj Kur'an, kur i shoh besimtar çfarë vepra kanë bërë. Shikoj vëzën në Kur'an surën Dhariyat.
Ha. Wa kanu qalilan min al-layli ma yahja'un. Edhe ti Allah I jep gajret vetës, inshallah me Abu Bakr Sidikun. Pa, ka more ma mjerim se ti me menu si me Abu Bakr Sidikun. Allahu që thot, ai shumë pak ka flet natën, të natë të fal. Wa qalilun min al, sa pak kan flet ato, tu fal për Zotin Xhelel Xhelalu. Dhe ti ku lexon këta, sa pak ka flet, sa shumë a fal. Edhe ti e di se sa shumë ti fle e sa pak falësh, edhe ti barabar duket vetja, kjo në krim të mendume. Kjo, andaj thot Allahu te bareke ve teala, malakum kayfa tahkumun, si ka mundësi ju me gjiku kështu. Pa këtë arsye thot, kur ti lexon këto ajete, duhet ta din se këto e obligojnë istighfarin. E obligojnë istighfarin. Thot, fa idha ra'a nafsahu bi surati at-taqsiri fi al-qira'ati kana ru'yatuhu bi sabab qurbihi. Thot, e nëse vetën e shet mangët gjatë leximit të Kur'anit, atar ky shikim ka mundësi me afru ka Zoti Xhelel Xhelalu. Kur ti thuk shiko, që do të mirt, si jam unë. Që do të këqit, unë jam. Ka mundësi ti mu afru të shkat mirt. Ka mundësi me ofrua ka të mirë. Fa inna man ushhida al-bu'da fi al-qurb lutifa bihi fi al-khawf hatta yasuqahu al-khawf ila darajatin ukhra fi al-qurb wara'a. Thot nga se ai I cili e sheh se është larguar në afërsi, ka mundësi mu afru më shumë. Ka mundësi me u afru më shumë. Pra nëse ti e sheh veten se si e meritor për këtë drejtë, ka mundësi Zoti me të fut në ata të cilët e meritojnë atë drejtë. Andaj kanë ardhur shumë prej fjalëve të dietarëve të muslimanëve, të cilat kanë ardhur për shpjegimin e kësaj çështje se besimtari gjatë leximit të Kur'anit nuk duhet ta sheh veten të ata të cilët lavdrohen, por duhet ta sheh veten të ata të cilët kritikohen. Për këtë arsye, ne kur lexojmë ajetet ku Zoti I lavdron besimtarët, nuk mos merr hoxha me thonë, unë jam çka. Jo. Allahu që thot alladhina yu'minuna bil ghaib. Wallahi çka ajet monal, shumë testin e vot neve. A beson ti se xheneti ashtu sikur që jetu ne këtu në xhami? Sikur që tu jeni aty pa njëri tjetrin, je në xhami, a beson se xheneti ashtu fizikisht ekziston? A beson se xhenemi ekziston ashtu fizikisht, sikur që jetu ne këtu në dunja, edhe din se sot e han. Muaj I maj. A beson me këtë qartësi, me këtë prekshmëri, me këtë nivel? Andaj Allahu gjela kur I ka lavdruar besimtar, I ka lavdruar me cilësi. Po kjo cilësi a di sa dyrt I çel? A di sa dyrt? A e di ti sahabia kur ka thonë, jam të jani erën xhenetit. Fustu bi rabbil Ka'be, fitova xhenetin pasha Zotin e Ka'bës. A menon se ajo ka llaf ngushëllimi, apo ajo ka shijue? E ka shijue ajo. A mund të paramu sahabiu I cili ka pas hurmë në dorë dhe pejgamberi ka thonë hajdeni në xhenet dhe lufta e çelt dhe ai ka thonë derisa ti ha këto hurmë vanona. I kalon hurmët pa I hangër, të futet në luftë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam kundër armiqve të pejgamberit alayhis salam. A njëri për neve thot sa ja qita për sheqerin çajit. A bashkëtash ti rezonja. Edhe Allah ti e merr, Allah vetë as më marr më krahasu me Abu Bakr Sidikun, më krahasu me Sa'd ibn Waqasin. Po ti kafën më nuk e le. Kafën nuk e le. Bukën nuk e le. Madje ti shpihen peshë që për bukë. Edhe prap krahasomi me njerëz të cilët Allahu xhelel xhelal thot ata janë të cilët u kemi vulos imanin në zemër. Andaj njëra prej disiplinave, rregullave që na ndihmojnë me kuptu Kur'anin, cila dhe zër mos e radhit veten të lavdrumit Kur'an, se s'është të fol për tyje. Nuk do të fol për tyje. Moment që shki mundësi ti kur ti e di veten. Kur ti e di veten. Se ti nuk fal namaz natë. S'ban dhikr, si fal sunetet, se ul shikimin. Me cilin sahabitu krahasu? Me cilin sahabitu krahasu? Mara sahabijun I cili ka bo zina dhe ka gurzu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e kanë gurzu sahabit, po ka marrë vendim pejgamberi alayhis salam me gurzue. A unë para mëzër gjitha debatja ka bo pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nëse je I pim, nëse je I det, nëse je pijan, jo s'ki pa, ka thonë shka zina, ku ditë shka zinaja. Ka ardhe ka pranu gjunajnë para këtë njerëzve. Ja Rasulullah ku mbo zina dhe zbatoje ligjin Allah të mbi muhe. Apo, ana për shembull, ti tutesh më dhe vetvetes mi ka thonë që ki bo gjuna. Ti tutesh mi kallzue. Me që se ban istighfar. Andaj, kjo gjendje, me ato gjendje, dalojnë. Andaj, mos merr hyjim kur dëgjosh në Kur'an se që ki ajet, pi lavdroj ka dikan, unë jam aj. Dhe
mos merr hujum. Kur ta shih se një ajet pi kritikon dikan, me thon, pi kurit jam të lip që këtë ajet, se çka kushia jam, ka llopiri. Ka dalë Allah se kush ta jam për ata. Ku ki drejt ti mi thon atij çka ajet për tyje, çka hadith është për tyje. Por këtë arsye vëllazër, nuk kuptohet Kur'ani derisa si thotë Muhammed el-Ghazali, sahabit e pejgamberit alayhi salatu wasalam, Kur'anin e kishin marrë si letra të zbritura, fjalë të zbritura në letër nga Rabbul Alamin, e ka lexu jo për tu kënaqur me lexim, po për ta zbatuar çka shkruan. Për ta zbatuar çka shkruan. Andaj kanë diskutuar vëllazër dietarët sa hafizllari kanë pas sahabët. Po kanë pajtu se shumica e tyre se kanë hafizllar. A gjenerata ma e mires e muslimanve, pa polemik, shumica e brezit se kanë hafizllar. Mirë, po shumica e brezit, madje pa përjashtim, përveç munafikave, e kanë zbatuar librin Allahu xhelle xhelalu. E kanë zbatuar librin Allahu te bareke ve teala. E kanë llogarit atë i cili e di surën Al-Baqara përmend, alim. Alim e kanë llogarit. Pse e kanë pyet Omer Khattabin, sa të ka zgjat mësimi i surës Al-Baqara? Sa të ka zgjat? Mi anu mejnë, dhe zë për një ditë e mëson 49 faqe, për një ditë e mëson. Mirë po, Omer Khattabi për 10 vjetë e ka mësu. Dhe kemi përmend të fillimet të surës Al-Baqara. Pse? Sepse nuk e ka mësu si na. Ja. A i kërë e ka lexuar një ajet, ka dale. To qëra lejnë jarë. Deri të zbatoj. Të zbatoj, mirë të zbatoj. Të zbatoj une, e familja e me këtë të zbatoj. Pasaj bera jetin tjetër. E qështu sa vjetë shkon? E shkon 10 vjetë. Një sure. Sepse ata e kanë marë Kur'anin për kushtetut jetë. Kush, qështu e qështu. Çdo fjalë e zbatoj, çdo fjalë e besoj, çdo fjalë i përmbahem. Kur ty qështu e merr Kur'anin, qështu je të lexue. E nëse je veç të e lexue pa e punu me ta, atëherë thot Allahu te bareke ve teala, këto janë vetëm shpresa me iluzione, ku e lutim Zotin e Madh xhelle xhelalu, që Allahu të na furnizon me këtë disiplinë. Na mundson Zoti jon xhelle xhelalu që të pastrohemi prej brenda dhe na bën Allahu të gatuar që ta kuptojnë librin e Allahut subhanahu wa taala. E lutim Zotin e Madh xhelle xhelalu që Allahu t'i hap zemrat tona për domethënit e librit të Allahut subhanahu wa taala. E lutim Zotin e Madh xhelle xhelalu që aty ku ja kemi qelluar, ajo ka qenë prej Allahut, Allahu na shpërblej. E kujt që kemi gabuar, ka qenë prej meje edhe prej shejtanit. E lutim Allahun që Allahu na fal. E lutim Zotin e Madh te bareke ve teala që Allahu t'i gdhen karakterat tona, ti rregullon shpirtat e tona, ti rregullon zemrat e tona. Ta bën Allahu te bareke ve teala besimtar prej brenda dhe prej përjashtë. Ta bën Allahu te bareke ve teala prej atyre të cilët e lexojnë fjalën e Zotit edhe zbatojnë ata. E mësojnë fjalën e pejgamberit alayhi salatu wasalam edhe zbatojnë ata. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.